të rinj sot punojnë për paran. Çdo ditë japin kohën, energjinë dhe mundin e tyre për ta fituar atë. Por ka një gjë që shpesh nuk u mësohet. Se nuk duhet gjithmonë të punosh për paran. Duhet të mësosh si ta bësh paran të punoj për ty. Sepse kur gjithë jeta kalon duke shkëmbyer kohën për para, cikli nuk ndryshon kurrë. Por kur fillon të kuptosh financat, të zhvillosh aftësi dhe të marrësh vendime më të zgjuara, raporti ndryshon. Nga një jetë ku punon vetëm për të ardhurat e sotme, tek një jetë ku ndërton mundësi për të ardhmen. Sepse ndryshimi nuk fillon me më shumë para. Ndryshimi fillon me një ide të thjeshtë. Mos punoj gjithë jetën për paran. Mëso si ta bësh paran të punoj për ty.